إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allah I plot fuqishëm s'ka askush mund ta humb, dhe atë që Allah I madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguari I Tij I fundit, I cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, në 2 javët e kaluara folëm për gënjeshtrën si smundje që errëson zemrën e besimtarit. Gjithashtu folëm edhe për pasojat e mëdha edhe kur ato duken të vogla. E sot me lejen e Allah do të vazhdojmë dhe do të flasim gjithashtu për një lloj tjetër të saj, një lloj tjetër të gënjeshtrës, e cila fatkeqësisht është e zakonshme, por shumë e rrezikshme për neve në përgjithësi. Ajo është të dregosh çdo gjë që dëgjon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith: "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bi kulli ma sami'." Përkthimi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I mjafton që njeriu të jetë gënjeshtar nëse përcjell çdo gjë që dëgjon. Hadithi është I saktë e përcjell Muslimi në koleksionin e tij. Pra, I mjafton njeriu që të jetë gënjeshtar nëse përcjell çdo gjë që dëgjon. Ky hadith në fakt është një thirrje për me pas kujdes besimtari në ato informacione apo në lajme të cilat I dëgjon, pastaj u përcjell të tjerëve. Dhe për me qenë pak më korrekt, do të mundohem t'i marr disa dobi nga ky hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të radhitura kryesisht në 5 pika. Pika e parë, ajo është se nga ky hadith kuptojmë vëllezër të nderuar se gënjeshtra nuk është vetëm shpikja e diçkaje. Por gënjeshtër, nga ky hadith po kuptojmë, gënjeshtër konsiderohet edhe nëse ne përcjellim gjërat të cilat I dëgjojmë nga njerëzit e ndryshëm apo nga vende të ndryshme dhe u përcjellim të tjerëve duke mos I verifikuar ato, duke mos u mundu me I vërtetu dhe me I hulumtu se sa janë të sakta dhe të vërteta. Në lidhje me këtë, Zoti I Madhërisëm në Kur'anin famlar thot me një ajet në surën El-Hujurat, ajeti I 6, kështu: "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Përkthimi thot Zoti I Madhërisëm në këtë ajet: "O ju besimtar, o ju që keni thënë vetë se jeni besimtar, nëse ju vjen ndonjë mëkatar me ndonjë lajm, hulumtojeni atë, me një fjalë verifikojeni atë lajm, që të mos dëmtoni dikën pa ditur dhe pastaj të pendoheni për këtë gjë." Pra, për me kuptu qartë këtë ajet vëllezër të nderuar, është mirë me ju kthy referencës në se çka është shkaku I zbritjes së këtij ajeti. Dhe do ta përcjellim këtë shkak të zbritjes për të kuptuar edhe më qartë çfarë na ndalon Zoti I Madhërisëm në këtë ajet.
Shkaku i zbritjes është se ka qenë një fis, vëllezër të nderuar, që ka pas emrin Banu Mustaliq. Një fis i njohur që kanë banu ndërmjet Mekës dhe Medinës. Pra vendbanimi i tyre ka qenë ndërmjet Mekës dhe Medinës. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në fakt ata e pranojnë Islamin, bëhen musliman, edhe i tërë fisi ka ngjarje dhe histori se si e kanë pranuar Islamin ata, edhe mirën vesh së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që në një kohë caktuar të vitit me dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një person i cili do t'ja umbledh zekatin që kanë bërë që ata me dhanë, edhe ai me pru pastaj në Medinë, në një kohë caktuar të vitit. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si rezultat i disa rrethanave të jashtëzakonshme me të cilat u ballafaqu, nuk ka arrit me çun kohën e caktuar. Në afatin në cilën janë marrë vesh. Dhe pas një kohë me vonesë e zgjedh Walid ibn Uqba, një person që ka pas emrin Walid ibn Uqba, ky ka qenë i ri në Islam, ende jo i formum ashtu që duhet në fe. Edhe i thot shka edhe merre zekatin nga fisi Banu Mustaliq. Në anën tjetër fisi, duke prit që vjen i delegumi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prit kur nuk ka ardhur dhe është vënu, e kanë mbledh ata vetë zekatin, edhe jo nis për m'ia dërgu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rrugë. Edhe jo nis një grumbull i madh i tyre, me deve, me bagti që ai kishin për zekate kështu me radhë, edhe rrugës të ardh, ky duke shku mi marr, takohen me një fjalë, Walid ibn Uqba i sheh nga largësia këta njerëz që po vinë, edhe friksohet. Edhe nga frika fillon me u kthy, duke nxitu, kthehet në Medinë, edhe fillon me vërtetë dhe thot kanë dashur me më vra. Edhe kanë dashur me më sulmu, vetëm kum pështu me çik zorit kum shpëtu nga ta, për arsye se e kam qenë në rrezik të madh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga kjo panikë e këtij njeriu çuditet dhe thot pas ka ndodhur që ata ta trajtojnë edhe ndoshta të përgatiten për me sulmu Medinën. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam së shpejt domthon e përgatit një ushtri, një ekspedit dhe kërkon prej tyre të del edhe t'ju del përpara këtyre njerëzve para se me u fut Medinën, me sulmu Medinën. Edhe kur shkon kjo ushtri edhe ballafaqohet me ta, thot për ku jeni nis ata? Pra këtu fillon komunikimi, ata thonë, po vim të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mja pru zekatin, për arsye se ajo është vënu, nuk ka ardhur, nuk e ka dërgu delegusin. Atëherë kuptojnë që ishte e tëra keq kuptim. Edhe prandaj, edhe zbret ajeti, ku po thot Allahu i Madhërisht, o ju besimtar, nëse ju vjen te ju ndonjë mëkatar me ndonjë lajm, verifikojeni atë lajm. Antusibu qauman bi jahalatin, për arsye se mundeni me e sulmu ose me i bë keq dikujna pa të drejtë, pastaj të pendoheni për atë veprim, po në fakt ai veprim mundet me qenë i vëndshëm. Dhe ky ajet, vëllezër të nderuar, na tregon në fund të qartë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e verifikimit të lajmeve, edhe informacioneve të cilat na i vinë në rrethana dhe në situata të ndryshme. Prandaj vërtet urdhërohemi ne si besimtar të mos jemi përçues të lajmeve, pavarësisht se si ose çka është më e keqja, të bëhemi altroparlant të informacioneve, edhe ato që kemi ni vetëm me e dërgu tek tjetri, pavarësisht a është një fjalë e mirë, a është një fjalë e drejtë, a është një fjalë e saktë, po fatkeqësisht shpesh prej neve i dëgjojmë, thoj valla unë çata e kum nis, çata e kum përcjell, unë s'kum rajt, unë s'kum gjit, unë s'kum bëj iftira. Po bashkë kjo është ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bashkë këtë po e ndalon. Mos përcjell çdo gjë që dëgjosh. Mos përcjell, mos ju thuaj tjerëve, mos u bë përçues i çdo lajmi që mundesh ndoshta me lexu apo me ardh në internet, në telefon e kështu me radhë, për arsye se kët po na ndalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra e bën kët pasi që ta verifikon edhe ta vërteton se a është e saktë apo jo lajmi të cilën e ke marrë. Pastaj pika e dytë, vëllezër të nderuar, që është e rëndësishme, është përgjegjësia në komunikim. Besimtari duhet me qenë i përgjegjshëm në raport me të tjerët, edhe ndërtimin e raporteve me të tjerët e bën
me çka, do thot me korrektësi, me sinqeritet, me qiltërsi, e jo me fjalë boshe, apo me informacione edhe gjërat pasakta që ua përcjell të tjerëve dhe në këtë formë bëhesh pra një person që tham pak më herët si altroparlant, vetëm përcjell atë që dëgjon pa e fut në kokën tane me e hulumtu, me ba kriter se ka dale. A nëse unë këtë fjalë e përcjelli, a do të shkaktoj mirë, apo do të shkaktoj dëm më shumë? Dhe nuk e analizon për arsye se ma letë është, se me menu është veç me përcjell atë që e ke dëgju. Pastaj, pika e tretë që është e rëndësishme vëllezër të nderuar është paralajmërimi për kohën e sotme, kohën moderne, për arsye se jetojmë në epokën e rrjeteve sociale, në epokën që lajmi për 1 minutë e merr dhënë, e merr këtë bota e merr vesh. Prandaj duhet kemi kujdes në këtë rrethana, në këtë situatë, nëse të vjen një video, një lajm, një informacion, vdekja një personi apo diçka pavarësisht, tash fatkeqësisht edhe nëpërmjet intelencës artificiale, madje edhe videot të tëra komplet, po është mundësia që të bëhen, të fabrikohen edhe të falsifikohen, edhe ajo ta sheh njëri dhe të mendoj që është e saktë një ndodhi apo një ngjarje, edhe ti atë e përcjell tek tjetri, e ai tek tjetri, dhe kështu bëhesh përquës i një gënjeshtre që faktikisht i mundesh me thonë, vallahu nëse kum shpik, asu nëse kum thonë, po çështë e kum dëgju edhe kum përcjell të tjerët, këtë po na ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pika e 4 që është e rëndësishme vëllezër të nderuar është edhe përgjegjësia personale e individit, për arsye se çdo individ është përgjegjës për fjalën që nxjerr nga goja e tij. Është një fjalë e urtë vëllezër të nderuar që thonë se njeriu e ka peng fjalën e vet derisa ka brenda dhëmbëve të tij. Pra nuk e ka nxjerr nga goja. Në atë moment që e nxjerr nga goja, atëherë ai bëhet peng i fjalës së tij. Për arsye se Zoti i Madhreshëm në Kur'anin famlar thotë: "Wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Në surën Kaf ajeti 18, po thot Zoti i Madhreshëm, asnjë fjalë nuk e thot njeriu e pasqen pranë ti një mbikëqyrës i gatshëm. Është për qëllim dikush që e shënon me lashet se shënojnë fjalën që e ke nxjerr nga goja jote. Prandaj mos u bë peng i fjalës tane, për arsye se kur e ke nxjerr nga goja jote, atëherë ti dush me dal zot i asaj fjale. Nëse ke thonë të vërtetën, atëherë nuk ka dyshim që domethënë ke përgjegjësi dhe je i lirum nga ajo. Nëse ke dhënë pa e mat, pa e verifiku, pa e hulumtu se çfarë ke dëgjuar dhe çka e duke përcjell, atëherë dije se vërtet do të bëhesh peng i asaj fjale që e ke nxjerr nga goja jote. Pastaj, vëllezër të nderuar, kjo çështje është shumë e lidhur me besimin e muslimanin edhe karakterin e tij. Me besimin e tij për arsye se vërtet besimtari i cili e bën praktik që qështu çka të nin me përcjell të tjerëve, e bën që me ra karakteri i tij dhe me u dobësu edhe sinqeriteti i tij karshi Zotit Madhreshëm, edhe në anën tjetër edhe e edhe imazhin e tij, edhe karakterin e tij personal, edhe njerëzit e konsiderojnë që ky fjala e tij nuk ka sa shpesh, për arsye se veç fol ashtu kot, çka ka nis ato i përcjell, edhe e ul edhe dinjitetin tënd si besimtar, edhe si musliman, edhe si individ në përgjithësi. Vëllezër të nderuar, vërtet fjala, përcjellja e fjalëve të cilat i dëgjojmë në përvendën dhe situatat të ndryshme kanë peshë, dhe ajo çka e din të gjithë, jo çdo gjë që dëgjojmë është e vërtetë. Prandaj edhe është e nevojshme ta verifikojmë. Po e përmendi edhe një shembull historik, ajo është, e kemi shembullin e invadimit të Irakut në vitin 2003, se si administrata amerikane ka pretendu se ka armë të shkatrimit në masë në Irak, prandaj edhe ky ka qenë preteksti i invadimit në këtë vend. Edhe edhe kanë ndodhur të gjitha ato shkatrime, vuajtje, vrasje, e vdekje, edhe në fund vetë ata e kanë pranuar se ky lajm ka qenë i rrem, nuk ka qenë i saktë. Dhe i tërë invadimi është ndërtu
nga ky lajm I pasakt I cili nuk ka dyshim me qëllim caktuar është shpik edhe është promovu që të realizohet apo të legalizohet invadimi në këtë vend. Mirë po pas kësaj ka dalë edhe kanë pranu se e tëra ka qenë e pasakt dhe nuk ka qenë e drejtë. Po du me e përmend këtë shembull, po jo me u lidh vetëm në aspektin e politik apo të shteteve që kanë ndodhur, po duhet të marrim këtë në aspektin neve individual, vëllezër të nderuar, sa mundet me qenë fjala jonë, të cilën e themi, apo e kemi dëgju dikon edhe themi, për shkak të një gruaje, apo një burri, apo një vajze, edhe ajo mundet me shkaktu divorc, munda burri nga gruaja, edhe mos me ndonë do shta një martesë e planifikume, e aq ma e rrezikshme mundet me qenë një fjalë të cilën ne e nxjerrim. Kemi dëgju dikon edhe përcjellën në një vend, edhe ajo me qenë fjalë I cili pastaj nxit konflikt, nxit armiqësi, nxit dhunë, e fatkeqësisht ndoshta edhe vrasjen e dikujt. Prandaj vëllezër të nderuar, duhet ta kemi parasysh këtë, edhe të jemi të kujdesshëm dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu na ka tregu dhe na ka tërheq vërejtjen dhe na ka qortu dhe na ka thonë I mjafton njeriu me qenë gënjeshtar nëse përcjell çdo gjë që dëgjon. I mjafton njeriu me qenë gënjeshtar nëse përcjell çdo gjë që dëgjon. Vëllezër të nderuar, lutim Allahun e Madhërisëm të na bëjë nga ata të cilët vërtet I mbajnë fjalët e tyre në kontroll dhe nga ata të cilët kujdesen që fëmijët e tyre, brezat e rinj të shohin shembullin e sinqert në fjalën e saktë që e themi në përgjithësi, edhe lutim Allahun e Madhërisëm të na bëjë të sinqert në fjalët tona, të kujdesshëm në përcjelljen e çdo lajmi dhe të mbroj zemrat tona nga errësira e gënjeshtrës. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin was salatu was salamu ala rasulina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.